Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën e historisë do të marrim dy tema, të cilat janë kriza e regjimit komunist 1985-1990, tema e dytë shqiptarët e Kosovës 45-90. Tema e parë, kriza e regjimit komunist 85-90. Rezultatet e të nxënit janë: evidenton situatën e vështirë ekonomike dhe politike të shoqërisë shqiptare në gjysmën e dytë të viteve 80. Përshkruan aspektet të shfaqjes së pakënaqësive masive dhe individuale ndaj regjimit komunist, rendit masat që morën drejtuesit e lartë të regjimit në përpjekje për të zbuluar krizën e tij. Kriza ekonomike në vend. Pavarësisht nga gjendja e vështirë, Partia e Punës së Shqipërisë nuk dërmori asnjë mas si në vendet të tjera të bllokut komunist të lindjes dhe për liberalizimin ekonomik. Përkundërzi, forcoi kontrollin shtetëror në ekonomi, ndërsa shkalla e zhvillimit të përgjithshme ekonomik, madje me prodhimin e gizës dhe të qelikut, teknologjia në ndërmarrjet industriale ishte e prapambetur. Ana tjetër pati një rënje të madhe të prodhimit bujqësor dhe elektoral. Kooperativistët nuk tregonin interes për punën nga që rezultatet e saj përvetësoheshin nga shteti. Fillimi i vitit 80 u karakterizua nga mungesa e theksuar në plotësimin e nevojave të popullsisë me ushqim e veshmbathje. Gjendja u rëndua kur në vitin 1981 Mehmet Shehu, kryeminist për disa dhjetra vjet, u gjet i vrarë. Ai u shpall si tradhtar armik e agjenti të huajve. Disa vjet më vonë, në 11 prill 1985, në vdikjen e Verhoxha, Ramiz Alia u zgjodh në postin e sekretarit të parë të Partisë Punës së Shqipërisë. Ai deklaroi se Shqipëria do të vazhdonte në rrugën e projektuar nga Enver Hoxha. Kriza politike në sistemin komunist. Zotimi i Ramiz Alis për vazhdimin e politikave në bazë të mësimeve të Enver Hoxhës vetëm se e thelloi krizën ekonomike. Shumë punëtorë mbeteshin pa punë dhe u nxorën në asistencë. U shtuan mungesa ushqimore. Në këto rrethana u rrit pakënaqësia mes popullsisë. Partia e Punës së Shqipërisë shpalli disa masa me të cilat synodët tregonte se po bënte ndryshimet për pa cënuar regjimi komunist. U hoq dënimi për agitacion dhe propagandë, internimi, dënimi me vdekje, për arratitjen u lejua ushtrimi i fesë dhe pluralizmi i mendimit në shtyp. Në politikën e jashtme, qeveria shqiptare i rivendosi marrëdhëniet diplomatike me Greqinë, SBA-n dhe Bashkimin Sovjetik. Masat e marra nuk patën shumë efekt dhe përrjedhoi u rrit pakënaqësia popullsisë ndaj regjimit. Tema e dytë, shqiptarët e Kosovës në vitet 45-90. Rezultatet të nxënit janë: përshkruan gjendjen ekonomike, politike dhe qendresën e shqiptarëve në Jugosllavi në vitin 1945-1968. Vlerëson kushtetutën e vitit 1974 për Kosovën. Përshkruan rrugën e rivendosjes së autoritetit serb në Kosovë dhe pasojat e tij në pozitën e popullsisë shqiptare në Jugosllavi. Vendosja e pushtetit jugosllav në Kosovë. Pas luftës së dytë botërore, popullsia shqiptare e Kosovës u përballë me diktatin e dhunën e udhëheqjes komuniste jugoslave. U ndalua përdorimi i flamurit kombëtar, në punë shqiptarë u pushuan nga puna dhe u zonsuan nga anën punës serb. Më 18 shkurt 1945, në mbledhjen e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë, u vendos që Kosova t'i bashkangjitej Serbisë. Më 3 shtator 1945, kryesia e Kuvendit të Serbisë miratoi ligjin për formimin e rajonit autonom të Kosovës Metohis. Shqiptarëve, edhe pse zinin 75% të popullsisë së Kosovës, ju mohuaj drejta e përcaktimit të statit etnik të rajonit të tyre autonom. Kërkesat për Kosovën Republikë, Kushtetuta e vitit 1974. Pas prishjes së marrëdhënieve të Jugosllavisë me Shqipërinë në vitin 1948, shqiptarët e Kosovës u akuzuan nga shteti jugosllav si agjent të Shqipërisë. U aplikua dhe shprëngulja masive me dhunë për në Turqi me synimin kombëtarizimin e popullsisë. Juristë, politikanë shqiptar kërkuan shpalljen e Kosovës Republikë. Intelektualë dhe studentë kosovar u ngritën në demonstrata masive. Në ndryshtimin e demonstratave, shteti jugosllav pranoi vendimet e marra më 18 shkurt 1974 nga Kuvendi i Kosovës, i cili miratoi Kushtetutën Autonome të Kosovës me të drejtën e përfaqësimit në Kuvendin e Republikës Jugosllave. Dhuna kundërshtuese ndaj shqiptarëve në Kosovë në vitet 80-90. Shqiptarët e Kosovës vazhduan qendresën e armatosur për shpalljen e Kosovës Republikë. Në Prishtinë, studentët organizuan më 11 mars 1961 një demonstratë masive dhe që u shtyp me dhunë. Më 2 dhe 8 prill 1981 në Kosovë shpall gjendja e jashtëzakonshme. Pas demonstratave të vitit 1981, Kosovës ju mohuaj drejta e fituar me Kushtetutën e vitit 1974. Gjendjen e Kosovës vështirësuai edhe më shumë me zgjedhjen e Slobodan Miloševićit si presidenti i Serbisë në vitin 1985.
Me 23 janar 1989 Kosova vunën autoritetin serb. Kosova i humbi të gjitha të drejtat të vetëqeverisë në Kosovë, shpërthyen protesta dhe manifestime masive. Detyrë shtëpie. Analiza shkak pasojë falë 1919.